Hej miq, jam e sigurt që keni dëgjuar për propozim ligjin e ri të Gjermanisë, i cili kërkon aplikimin e rregullave më të rrepta të imigracionit. Dhe kjo është një temë me interes për shqiptarët, sepse prej vitesh Gjermania ka qenë një top destinacion për emigrantët shqiptar me rreth 500.000 migrant vetëm nga Kosova. Dhe sipas shifrave jo zyrtare, 35% e emigrantëve shqiptar e gjejnë veten duke punuar në ndërtimtari, të tjerë në hoteleri, kujdes shëndetësor dhe mundësi të tjera pune. Por gjërat po ndryshojnë. Nën Olaf Scholz, vendi prezantoi aktin e punëtorëve të kualifikuar duke e bërë më të lehtë marrjen e vizave të punës, njohjen e kualifikimeve të huaja dhe madje marrjen e shtetësisë më shpejt për vendet e Ballkanit Perëndimor. Por me Friedrich Merz tani në pushtet, kjo qasje do të marrë një kthes më të mpreht. Plani i tij me 5 pika fokusohet në kontrollet kufitare, dëbimet dhe ligje më të rrepta të qëndrimit në Gjermani. Tingëllon ashpër? Edhe është. Por edhe mund të jetë e paligjshme në fakt. Sipas ligjit evropian, azilkërkuesit kanë të drejtën për një proces më të drejtë. Konventat ndërkombëtare ndalojnë deportimin e njerëzve në vende të pasigurta. Por gjithsesi, plani i Merzit u jep përparësi dëbimeve të menjëhershme dhe kërkesave më të rrepta të hyrjes, politika që mund të bie ndesh drejt për drejt me rregulloret e BE-s për të drejtat e njerëzit. Dhe gjithë kjo ide në fakt vjen pas sulmeve të fundit në Gjermani, që ka të ngjarë të jenë të kryera nga vetë emigrantët. Dhe ndërkohë që azilkërkuesit mund të përballen me më shumë pengesa. Çfarë ndodh me punëtorët e kualifikuar? Merz dëshiron një work and stay agjenci për t'i përshpejtuar vizat për migrantët me aftësi të larta. Me pak fjalë, Gjermania ka nevojë për punëtor, por vetëm nga ata të llojit të duhur. Dhe ku i lë kjo emigrantët shqiptar? Klasa punëtore mund ta ketë më të vështirë hyrjen në Gjermani, ndërsa profesionistët e aftë mund të kenë ende një shpresë. Pra, apo i mbyll Gjermania vërtet dyert e saj, apo thjesht po vendos se kush futet brenda?